Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Sot mbushen 10 ditë nga votimi i 11 majit, zgjedhjeve parlamentare, zgjedhjet e 11 parlamentare që mbas rrëzimit të regjimit komunist. Po si kanë shkuar këto zgjedhje dhe çfarë do të thënë ka rezultati i fitores shumë të madhe të Partisë Socialiste me 83 mandate dhe një humbjes po aq të madhe të Partisë Demokratike me 50 mandate. Për të analizuar zgjedhjet dhe jo vetëm, por edhe çështjet tjera që lidhen me drejtsinë, me spakun, unë kam ftuar sot një personazh interesant, Romeo Kora, jurist, avokat, por edhe njëri publik tashmë në shumë emisione, shumë media televizive dhe jo vetëm. Zoti Kara, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju në këtë bërë bisedim parë, shpresoj të shkojë mirë. Zoti Kara, si e pritët ju rezultatin? Ju keni bërë disa parashikime, por gati kjo shifër 83 mandate ishte për te asaj, edhe ata me entuziastët në Partinë Socialiste nuk e kishin menduar. Ju vetë si e pritët? Parashikimi im ka qenë me shifra ka qenë 73-4, jo më tepër, nga 71 kam thënë tek 73-4. Megjithatë, parashikimi më i saktë ndahet kush fiton dhe kush nuk fiton. Duke parë ecurinë e gjithë ngjarjeve, problematikat që ka pasur pushteti dhe ish pushteti, që ishin opozitë, dhe një pjesë e partive të reja që nuk po i konsiderojmë pushtet, po i konsiderojmë risi, të cilat fatkeqësisht nuk u bashkuan. Unë vetë personalisht ja kam kërkuar të bashkohen. Nuk të kaluan atë egon dhe të kam thënë përpara se të zhvilloheshin zgjedhjet, tani ata pranojnë vetë që nuk kanë të kaluar egot e tyre. Por duke parë mbi të gjitha që ish pushteti ishte i pariformuar. Pra gjithë opozita e mbështjellë rreth PD-s ishte me probleme. Dhe për më tepër që nuk besonin se kërkonin pushtet, pra pjesa thelbësore e tyre. Antarësinë e kanë çoroditur, besoj. E kanë bërë të besoj edhe absurditete, dhe kjo është kur ndërton politika mbi... Jo, do të pyes me të, po vetë si e pritët vetë ju? Mbi militantizëm. Unë s'kam pas një surprizë, thjesht është që... Për të është një gjë normal? Po, duke njohur kodin zgjedhor. Kjo për mua është një kod zgjedhor pegmarrës. Pra nuk është i drejtë. Po e kam pranuar, po nuk më intereson mua. Shiko, këto dy palë nuk janë populli, edhe nuk janë e drejta. Po ata janë përfaqësuesit e popullit? Ata ta diskutojmë. Janë apo s'janë? Janë me votë? Atëherë, po të them, Roland, përfaqësuesit e popullit janë shumica apo janë pakica? Dhe a kanë votuar për ta shumica shqiptarëve apo jo? A ka votuar për të kod zgjedhor populli apo jo? Sa ata shprehin për të maksimalizuar sovranitetin. Populli voton deputetët, deputetët votojnë kodin zgjedhor. Shiko, demokracia ideale është ajo drejt për drejt. Në pamundësi, ne kemi mundësi sot, duke qenë që kemi hyrë në botën online, ne kemi mundësi dhe besoj bota do të shkoj këtu ku unë them. Nuk do ketë më, mund të ketë pika orientuese, organizuese, por popujt nesër, duke u zhvilluar interneti, bota online, kemi një realitet online. Rrjetet sociale. Jo vetëm rrjetet sociale, online. Unë votoj, edhe ndjek nga telefoni im, ose nga një aparat tjetër, nuk ka rëndësi elektronik, edhe ndjek edhe se si ndryshon, siç ndjekim aksionet në bursa, stock exchange e tjerë, do të ndjekim votimet. Kjo është e sigurt të shkruaj këtu. Dhe ne kemi vendet më me traditë, për shembull kemi Zvicrën, për traditë demokratike është numër 1 në Europë, që referohen edhe britanikët bile, Italia po e po. Kemi një traditë mrekullueshme që na ka përcjell pasaj Rusoj me Republikën e Gjenevës, ku demokracia me përfaqësim është akoma sot zëri më i fuqishëm. Ligjit kryesore, domethënë, aty vendosin njerëzit. Ne në pamundësi për të mbledhur gjithë shqiptarët, që mund të mbledhemi për 10 minuta apo për 24 orë në këtë mënyrë reale, ne kemi votuar disa persona. Të mbledhin shqiptarët, Gjergj Fisha ka thënë, më kollaj mbledh një thes me plesha se sa 2 shqiptarë. Dakor, Gjergj Fisha ka thënë atë, po. E respektoj si një as shpirtëror, e respektoj si një fetar. Mendoj që unë vetë vi nga kjo fushë, me këto lloj frymëzimi, nuk vi nga
frymëzimit konvencionale. Ju jeni katolik? Po të lexosh tani një ajet në surën Ali Imran thotë nuk është besimtar ai që nuk i beson në Bibël, Teurat edhe Kur'an dhe ai që bën ndarje midis profetëve. Prandaj po të hyjmë më thellë, kaq bashkë janë këto tre fe, përveç dallimit të tyre. Dhe Zoti i ka thënë përveç saj edhe në surën Përmbledhëse, pastaj po të hyjmë Biblës do të referohem atje për treguar se si populli ynë po ri pas murit, si populli i Mojsiut pas lumit Jordan, që nuk ka përcjellur 40 vjet, po, në tokën e premtuar, se nuk ju bind urdhave të tij, pra nuk përqafoi parimet. Dhe ne pa përqafu parimet, ne s'do shohim kurkund. Edhe nëse e shohim me dëshirën një bashkëpunim mediatik dhe jo me politikën direkte, e shoh pikërisht për rolin që ka media në transformimin e ndërgjegjës bile të popullit. Ne kemi nevojë për ta kuptuar si shqiptar që pa drejtësi, pra po nuk patëm drejtësi, siç ka thënë Aristoteli që mbahet si përfaqësuesi i materializmit, po në fakt ai ka thënë në atë etikën e Nikomakeas, nëse nuk kemi elementin e drejtësisë, s'mund të kemi bashkëjetesë. Baza për kriju një element që sot ka marrë dhe kuptimin hyjnor, shtet. Pra si krijim shteti, duke mbështetur në morale, në etika morale fuqishme, që kërkon të bësh veprime për te interesit personal, ti bësh për shkak detyrës, pra edhe me kosto, ne sot e kemi kthyer shtetin, domethënë, në një mjet meskin, të zotëruar nga njerëz meskin për interesa meskine. Pra, media ka për detyrë me informimin, po dhe dashje pa dashje, se ne nuk kemi arsimin, po të kishim arsimin do kishim dalë atje. Okej. Do kthehemi se klikimet, po njerëzit mendojnë tani është e para herë që unë po e shpreh në këtë mënyrë. Njerëzit mendojnë që ora pse ky po e bën këtë punë. Unë pash të po bëj një punë si person, duke parë që dikush tjetër nuk po e bënte dhe nuk pash gjë më të mirë për bërë. Duke qenë që isha i lodhur dhe nuk kam mendimin që ka djegfisa që nuk ndryshojnë gjërat, gjithë popujt kanë bërë përballjet e tyre. Edhe ne do bëjmë përballjen tonë. Të gjithë popujt i kanë kaluar këto faza. Tani fatkeqësisht gjë i kanë kaluar para nesh 200-300 vjet, po nga ana tjetër gjë e mirë. Ne nuk do presim 200-300 vjet. Ne aty e kemi traditën e tyre dhe pikërisht duam të hyjmë në këtë familje të tyre popujve. Gjermanët i kanë pas problemet tona deri në vitet 1740 po. Aty është ndryshe nga vendet e tjera të Europës, kanë dalë njerëz që kanë imponuar. Ose në Francë ka qenë populli. Aty dolën burra shteti dhe e morën e futën popullin e tyre në rrugën e dur. Në Francë kanë qenë vendimtarë. Të kalojmë te situata këtu, por përpara se të kalojmë do të kërkoj ndjesë për një ndërprerje publicitare. Unë falenderoj institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin e kaloj këtu në Dritare TV me sloganin e njohur transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimin Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klientët dashur, çdo tërheqje apo dërgesë do të kryenin nga data 14 prill deri në 14 korrik me Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në dielën shqiptare në televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë herë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoni me njëherë si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj. Sapo të kryeni transferin e tretë, ju do të kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest që mbështet dhe sponsor general i emisionit Dekalog këtu në Dritare TV. Zoti Karaj, të jap përgjigjen në fundit tani asaj që thatë, me që dolëm në përgjithshme. Tani problemi është duke parë që opozita ishte peng, e pa organizuar, unë jam i sigurt, të e them me bindje plot, që sikur ta fiton, Berisha nuk e donte fitore. Nuk e donte fitore? 100%. Nuk futet dikush në garë për të humbur, futet për të fituar, zoti Kara. Sure. Nëse të kam mbyllur dyert Britani dhe Amerikë, që nuk hapen dyert se them unë, apo po ta marrë me emër, thotë Robert Papa nga Amerika, do vi Berisha evës tjetër dhe kaloj mujë s'po vjen. Nuk hapen dyert me pralla.
Nëse bile unë shoh që mirë, përpjekje ishin bërë, sepse kishte duhet mua se bën përpjekje. Ty zotëri je non grata dhe në datën 24 mars ta kanë thënë prap që është arritje që të komunikuar një akuzë. Të kanë hetuar dhe kanë komunikuar akuzën. 24 mars të viti. Pra administrata pa ti nuk lejohet të bëj përpjekje për ta hequr këtë? Po sa të interesuar jemi për drejtat e njeriu që dyshohet që organi akuzës për te dyshimit arrin dhe krijon. S'ka një vendim. Po nuk ka, ju jeni jurist, jeni avokat. Nuk ka një vendim. S'ka vendim, derisa s'ka një vendim, po në drejtësinë e themi fakti flet vet. Po faktin e vendos gjykata, nuk e vendos as ju. Jo, kur të ketë gjykata. Sikur të ketë. Dhe me që nuk patë gjykata, kanë dalë ca njerëz si puna ime. Jo, nuk ka gjykata. Nuk ka folur sepse nuk ka një vendim. Mendoni ju që në Shqipëri kanë një gjykatë sakt? Po patjetër janë gjykatat, absolutisht jo. Po tani në sistem tjetër në gjykata private nuk ka. Jo, prandaj është ditur ky popull se mendon që ky sistem është i tillë, pa nuk e njohin demokracinë, nuk e kanë shijuar ndonjëherë, edhe mendojnë që gjykata është ajo gjykata e atij personit atje që kanë hequr kafetingu, po që duhet ishin hequr edhe 90% të tjerëve që kanë ngelur. Ata se caktojnë masun as ju. Po kush e cakton? Ata që bën vetingun. Kush e bën vetingun? Ata që janë për veting për vete? Po tani ka në një mënyrë tjetër? Po ka. Si? Prandaj thash unë, kur merr fund, prandaj të hyra bëra një hyrje të gjatë, jo se jam llapazan, po kur merr fund demokracia, kur merr fund demokracia me përfaqësim, po? Pra me dolli bashi bozuk, që përfaqësojnë thjesht interesat e tyre, shkojnë atë mejdanin politik për fituar plashk për vete, dhe jo për detyrën, ne do t'i kthehemi demokracisë të drejtë për drejtë. Kjo është ja sistem. Po jo më sistem, është baza e sistemit. E ke kushtetut. Si bëhet? Në Shqipëri, edhe me këtë kushtetut, qalamane që kemi, që duhet ndryshuar, për ne të kemi nevojë për reforma. Kushtetutë ne kemi bërë leckën e zotë Kara. E kemi hiq, ndryshon. Ata mund ta bëjnë leck, po jo gjithë njerëzit bëjnë leck. Po Roland, nuk bëjnë gjithë njerëzit leck. Pa ne do i ngjesin në një si puna ime në fytë edhe në tjetër, se do shtohen tani, ca Romeo të tjerë, mirë apo keq, domethënë, në këtë përballje. Mos mendo ti se në këtë përballje që kemi bërë nuk i kanë ngjesur në fytë në një kock. Si Saliut, i cili nesër ka një gjykatë në lart dhe shpresoj që kam çuar unë për rekurs, ti hapet dhe privatizimi i Çezit, që ka bërë me Sybet, paralelisht me Partizanin. Jo, çfarë gjyq është nesër gjykatë e lartë, nuk e di këtë. Po, është një gjykatë e lartë, ku unë kam çuar, po për zotin, po për Berishën. Po? Se zoti është një. Për Berishën, i cili ka bërë një privatizim të korruptuar në dëm të shtetit shqiptar. Keni bërë padiu e keni file? Po, ky kallëzim është bërë që në 2017. Për çfarë? Se nuk e di objektin. Për privatizimin e korruptuar në dëm shtetit shqiptar të OSSH-s nga Çes Shpërndarje. Okej. Ku janë shkelur gjitha parametrat ligjore. Jo, do të pyes për atë. Tani jo nuk po hyn kjo ajo. Partia Demokratike humbi sepse nuk do të Berisha fakti. Nuk, po ku do ta çojë Shqipërinë nëse ty të kanë mbyllur dyert këta. Kjo familje europiane do të ndrojë kursin, do të çojë në Kinë, Iran edhe. Ju votuat zoti Kara? Po kam votuar. Për kë votuat? Kam votuar për atë që nuk e merr mend asnjëriu. Po na e thuaj. Po nuk e them fare. Na e thuaj tani, mos ta e lë kështu peng tani. Jo, më kam votuar, po nuk po. Jo, na e thuaj këtë. Këtë kam ngulur. Se s'të kanë kam ngulur ty në studio. Jo, unë më kam ngulur s'ket mjet. Po na e thuaj pra që s'do shkoj mendje. Unë s'kam votuar as për Ajdut e sotëm, as për Djeshmit. Atë nuk e them pasaj. Po ke votuar për këtë parti të re? Nuk, jo fare, si shkon me një. Jo fare, unë dëgjoj tani. Po mirë, ke votuar për Partinë e Lirisë pasaj. Po, vazhdo. Po, pikërisht për metër se më qas zemra nga ai. Se nga që kam atë. Jo, nga që thej që si që nuk i shkon mendja askujt se për ka votuar. Po, udhim se i ku Brajmllari dhe Basha dhe po e votoi unë. Basha e ke për Fajk Bashën. Dhe me që është atje në paraburgim për kallëzimin tim e votova unë. Kuptoni domethënë rëshit e keq. Fat që unë kam votuar për një që s'u shkon mendja. Po nuk ka tani. Po dën jo, po sën jo. Partitë e reja jo, tani i lirë meta. Po, dakor. Aq i keni votë. Kë? Unë mund të jetë njëri që si ka vlet fare vota ime mbase, po ta marr si shembull. Megjithatë, unë po të them më fal atë. I bie ke votuar për Dashamishi. Po, fiks. Tani unë po nuk ka rëndësi, unë e dija që vota ime nuk ka rëndësi. Vota jote ka rëndësi. Nuk ka, jo, këtë radhë nuk kishte. Një vot, po. Vota është komand. Jo, vota është bashk përcaktim, vota është pushtet. Po, është komandë, është pushtet. Pushteti i 10.000 personave shkon dhe i delegohet dikujt, që me atë
pushtetin, rregullon punët e veta dhe shkatron Shqipërinë. Okej. Tani, që t'jemi më të fokusuar, më rëndit lutem me pika, përse humbi Partia Demokratike? Se ju thatë një që Berisha nuk donte, por kjo pak besot, ata duan, por nuk arritin, nuk kishin fuqi, po ju me pika. 1, 2, 3, 4, 5, apo sa pika mendoni ju? E para nuk e meriton të herë. Për çfarë arsye? Ata ecën me alternativën, bile vundi i shprehje shumë të neverishme kur thanë rotacioni është i shenjtë. Ne duam të ecim përpara apo të shkojmë mbrapa. Që nga retorika tyre denigruese, regresive, deri diku jo qytetare, jo pas asnjë. E dyta kjo. Po. Retorik denigruese. Po. E keni fjalën për sulmet që bënin ndaj partive tjera ose personazhe? Unë nuk kam parë nivel më të ulët rrogaçërie se ai shprehur dhe ditën e zgjedhjeve në Vor, po dhe më përpara nga Nur Moka dhe tjerë. Pra numër 2 nga debati. Po të mendosh numër 2 i Partisë Demokratike dhe ata që marrin vendimet dhe janë persona më ndikues te Berisha bollësh në hall vet. Po. Ka marrë dhe këta më mysybet se vetja, realisht. Mysybet. Çfarë do të thonë mysybet? Po çfarë them unë tani? Po e marr kështu cop tani. S'ka ku ta lidhësh. 3, 2 i tha 3. Po nuk ka moral më. Nuk ka moral. Nuk ka moral? Nuk ka moral. Po pse s'ka moral? Po nëse e shet ekonominë e piramidave për një arritje të institucioneve demokratike deri në vitin 97, nëse e djeg vendin dhe i shkakton me politikat e tua bile dhe drejt për drejta, mbi 3.000 vrarë dhe pastaj vazhdojnë të vrarë deri në fund. Dhe mbas 97 ne kemi një rëshqitje shumë të shpejtë, gjithë strukturë shtetërore në duart e krimit. Deri në 97 ka qenë më përmbajtur. Nëse i krijon me 97 në vendit mbi $60 miliard dëme, edhe një çmenduri kolektive pasaj. Nëse e vret demokracinë, të jepet shans historik për vendosur demokraci, edhe e vret demokracinë që brenda partisë tënde, të cilën e ka tallëdisë në një klan familjar. Do të thënë kjo është e katërta. Po, klan familjar. Klan familjar. Po. Ja dha Eduard Selamit, ja mori, ja dha Tretan Sheut, ja mori. Po e ke këtë klanin familjar, se i s'ka si familjar. Do thënë, madje dhe një nga ata keni që dhe ju keni thënë, jo, vajza do kthehet, jo të tjerë. Do kthehet vajza? Jo, të kthehet pjesë të familjes. Ai për të marrë me mua nuk është marrë vetë dhe ka fut fëmijët. Unë s'jam marrë me fëmijët e tij. Ti je sigurt. Unë nuk jam marrë me fëmijët e tij, se fëmijët e tij ja vlen të merresh pse janë fëmijët e tij. Unë merrem me ata. Të tjerë janë politikë që kanë atë dëshirën për të marrë ose jo, nga që thot klan familjar, prandaj. Familjar, nëse do ta shohësh edhe po çdo vend dhe besoj që ai përfaqëson, ai vet, po ta quajmë mafia, por për mua është një organizatë kriminale e madhe nga më të mëdha në Europë. Kush? Po Berisha dhe klani i tij, edhe më kuptoj. Këtu do të ta vërtetosh. Se thot një akuzë shumë të rëndë. Po. Do të thënë klan mafiosët më i madh në Europë. Le të merrni një gjyq. Po tani ju ndoshta se keni problem këtë, po në gjyq mund të humbisni, sepse duhet ta provoni këtë. Po kush po, ora unë kam hyrë në këtë përballje pasi kam humb çdo interes me skim për veten. Kupton? Është e thjeshtë zoti Roland, se unë të mbaj mend edhe të ri ty, të mbaj mend edhe ti mua domethënë, se jemi parë për këtë Tiranë. Ne kanë marrë jetën Roland. Unë nuk bëj shaka. Edhe të vërtetë e mia do t'i them siç janë. Po diskutimi i lirë të thuash. Edhe të vërtetë po them unë e pranojnë gjithë shqiptarët. Dhe gjithë qeverisja e tij, duke filluar që nga Medalja Arsidi, me atë kompani Shqiponja, prit tani të vazhdoj të them unë. Po. Kur them krim organizuar, po them dhe krime kundër njerëzimit. Jo, pritje, freno se këtu bë shumë tani. Është dhe më rënd. Jo, ti marrë me radhë. Ka në një klan në Europë nga 3-4 klanet që janë mafiozët ndryshme të vendosura në Pulja. Dhe është Berisha një nga këta? Jo, a ka një klan nga këta më fuqishëm se Berisha mendon ti? Jo, unë nuk e di këtë. Qose ju e dini, më vërtetoni, më thoni. Po mirë. A e mohon ti që Berisha ka mbretëruar Shqipëri nëpërmjet frikës mbi të gjitha dhe njerëzit thonin me Berisha mos u merr? Se Berisha të vret? A ke dëgjuar ne këtë? Apo do të marr median prapë? Unë di këtë që se unë vi nga Gazeta Koha Jon, unë atje jam rritur. Gazeta Koha Jon ka bërë betejë të forta. Ja, nuk e di unë. Me që ju se dini se di kam mësun. Jo, po them që Gazeta Koha Jon, edhe pse
Ne kemi viktimë, se ti që i gazetari. Kur ke vajt e gazeta ku ajo ndi? Në feshtatën, atëherë kur u dojq. Ke vajt pak si vonë, vlla. Po, se kur dole e gazet. Jo, një sekondë. Jo, kur dole e gazet. Në feshtatën ndodhi ngjarje e rëndë. Ta kuptosh ti, kur dole e gazet. Po. Dhe dy djemë të rinj, njëri me dobës e tjetri, njëri quaj Aleksandër, tjetri quaj Nikol, kur vinin te piramida. Dhe aty kemi qenë dhe unë dhe Azemi dhe Spartak Gjela, kërkuan ndihmë se Saliu po i godiste për një 92-shin e mbrapa dhe 93-shin, po i godiste me represion ligjor, me gjykatat e tij. Edhe ne bëm një redaksi me 187-88. Se ke qenë? Po kam qenë dhe unë ka redaksia që të mbanim... Po qa funksion kishte? Të mbanim ne goditjet ligjore për të mbajtur gazetë. Si jurist? Jo, mos si jurist, se isha jurist atë kohë, isha vetëm mësues në atë kohë. Jurist janë për më pas. Çe ishin në atë kohë? Mësues. Ku? Po tu Tiranë kam qenë, nuk ka rëndësi. Çfarë jepit? Po unë kam qenë, tani nuk ka rëndësi çka kam bën. Unë atë kohë isha student, u mora me këtë punë dhe isha i angazhuar në vazhdimsi. Edhe bashkë me Azemin, edhe me Spartak Gjelën kemi vendosur ta bëjmë atë gazetë, duke marrë ne goditjet, që ata të mos godisin një organ kolegjal kaq të madh për editorialet e gazetës. Dhe këtë du ta mbaj mend edhe Sandri, edhe Nikolla. Dhe këtë kemi vendosur atje ke piramida. A duke pirë atë kafen atje, duke pësuar... Ishi te i bordi juve? Po ishin, për disa kohë kemi qenë, ka qenë dhe jemi aty. Ka qenë? Jo se unë kam arkiv, kam shtëpi gjitha. Pra, kam bërë dhe vetë, bashkë me miqtë e mi, një gazetë e cila ka qenë një hapësira e vitit 91-2 deri vitit 93, shumë gazetë e mirë. Hapësira? Po, hapësira. Pra, me kë gazetar kishe? Erlet Shej. Erlet Shej. Po, kryedaktor. Dhe Berisha kishe shumë merak ta merrte atë. Si gazetë. Këtë merrte atë? Po. Do të thënë se kaluan po paske shumë Sheri parë. Po, serioz që ka qenë atë, më tha iqe Erlet Shejn, emëro Afrim Krasniqin, dhe unë se kam heq, derisa kam qenë aty. Të tha emëro Afrim Krasniqin? Po. Se donte të merrte kontrollin e një zëri të pavarur. Dhe ne nuk e nisëm atë gazetë me Berishën, por ne por t'i thonë që jemi diçka ndryshe, domethënë, e nisëm me një orientim evropian. Jo të promovonim ish komunist, pa provuar në pushtet, që pretendonin të vinin si antikomunist në pushtet. Ne nisëm me Aleksandr Meksin. Aty u bë keq zotëria. Dhe mori një sinjal që këta janë të pavarur. Dhe Berisha është kujdesur që atë parti që e gjeti, dhe nuk e bëri, se nuk u bë shtëpi, po u bë shtëpi Gramozit, pjesa procedurale e parë. Në atë parti nuk ka lënë asnjëri nga ata të parë, të cilët nuk e shihnin veten aty pse i ka sjell Berisha, po e shihnin veten si barabart bile edhe më me moral se Berisha, më me drejt morale se Berisha për të marrë pjesë aty. Se njëherë u kthye ai kur foli në emër të Ramizit edhe të brigadave partizane të Ramizit në Jugosllavi. Kështu që për njerëz si puna ime, që kanë këtë memorie dhe këtë eksperiencë kurriz, Berisha është mafiozit janë lule para Berishës. Berisha duhet konceptuar me një emër të ri për shqiptarët. Pra një njeri që ka mbajtur peng Shqipërinë, që ka shpërfituar Shqipërinë, që ka rënuar të gjithë bazën ekonomike. Ne kemi dalë nga i sistem, zoti Roland, me të vetmen arsye për të hyrë në një ekonomi tregu nga ekonomia centralizuar e cila nuk funksiononte dhe për liri. Pra se nuk ka dinjitet pa lirin. Pra shokët e mi, edhe unë, edhe kemi planifikuar të ratisemi vetëm për lirin. U hap vendi për ratisur? Po, po. Në cilin vit? Nuk ka rëndësi. Jo, ma trego. Nuk janë këto. Ku 86? Nuk flas. Jo, një sekond, lutem. Nuk flas. Jo, unë të kam thirrur për analizë për këtë, por kjo historia e ratisë dhe kur kam vajt Strasburg, ata që na ndjekin ne një pjesë nuk e kuptojnë atë kur ja u tregojmë ne se i mbir nuk më ore kur i them unë që nuk lini. Mirë, unë mendoj kështu. Çfarë vit ishte? Unë mendoj ka qenë një problematikë 86. Unë mendoj që po të hapet ajo dosje do dal burr pak më mirë se sa kam folë për veten deri tani. Po s'do të flas për veten, lutem mos më pyet për veten. Jo, asgjë nuk flas për veten, por kjo vetëm të dy detaje. Por të tregu në cilin pjesë e kufirit. Po nuk ka rëndësi më. Apo me det. Ai që do merrte mua. Po. Kam qenë 19 vjeç. 86. 56. Që një vit që kishte vdekur Veroça, që ta kuptoj. Po jo, ka rëndësi se ai person ishte tentuar një herë në 67-ën, atë vit që unë kisha lind. E kishin kap. E kishte bërë burgun, kishte bërë dhe burg tjetër, aty në burg mësojnë 7 gjuhë të huaja. Ku në Spaç?
Po, edhe në Qafbaj, po edhe në Spak. Qafbaj, po. Një djalë i shkëlqyer, Bebi Shameti. Si? Bebi Shameti. Bebi Shameti. Po mirë, ju kishit diferencë moshë. Po s'ka rëndësi, ne punuam pak kohë në një vend bashkë rritim dhe unë mendoj që anglishtën Nga Tirana ishte? Po, origjinë nga Delvina, familje shkëlqyer Delvinate, po. I ati i kishte vdekur në burgun Gjirokasës, patriot, po që mbas lufte kishte thënë ne nuk luftuam për komunizëm, luftuam për Shqipëri. Dhe ju lidhet me këtë dhe ai u ndikoi te ju. Po si ndikoi më? Unë anglishtën fillimisht e kam mësuar me këtë person. Po pse ç'a bën në shkollë juve rusisht? Unë kam bërë rusisht. A prandaj se di. Po dakor, po që atëherë po të shifnin me që ishin atë shkollë, shifnin me Essential dorë, mendonin që po bën diçka. Për ata që nuk e dini, Essential ishte metoda për të mësuar gjuhën angleze, se ne brezë ynë e dimë se çfarë domethënie kishte libri Essential 1, 2, 3 dhe 4. Po të mbaroje 2 Essentialat, e dije anglishtën mjaftueshëm. Tani unë nda kjo punë, e ishim 4 vete. Moment fundit i ka thënë motrës, bile dhe jam qetur unë, kokën. Mbaj flok gjatë? Po jam flok normal, si që keni ju tani, po unë u qetha. Po jo, në atë kohë kishe një tani kishe një tendencë tjetër. I qetur unë 19 vjeç dukesha si një ushtar që kthehesha nga leja për në repart. Kështu ishte ideja. Kështu ka qenë ideja. Ju ishit në shkollë në moment? Në shkollën punë. Tani problemi ishte që unë mua nuk ka marrë moment fundit. Ai dhe ka thënë motrës, më kujton veten time kur isha 19 vjeç, ai 19 vjeç në Hamburg për të parë vet. Dhe kam frikë se ndodh gjë. Dhe ndodh që ai në kufi vritet. Qa thua? Po. Ku? 2 të tjerë në Otolisht është vrarë. Në pjesën e Librazhit? Po. Ai në kufi vritet, po. Të tjerë kalojnë, mu më kanë arrestuar shtëpi pasaj. Ai që më ka marrë në pyetje është akoma sot kësaj dite, edhe më ka thonë kur më ka takuar më mbrapa, më ka dhënë vlerësime më të mira. Ke qëndru, tha. Kush ishte ky? Po nuk ka rëndësi. Ja, këtë më na e thujtë. Nuk bëhet fjalë. Po jo, ai duhet vlerësohet. Nuk kam pranuar të firmos asgjë. Po bravo qoftë. Ja, kjo ka qenë. Edhe kam ata 3 kaluan, ha? 2 tjerë kanë kaluar. 2 kaluan, ai u vra? Ai u vra. Ai dhe ti në shtëpi. Po mirë, kush i tha për ty atyre? Po pse ata besoj që s'kan para dhe kanë mbledh njerëzit tani si rinte këtu. Ai rinte vetëm me mua dhe me një prej tyre, as me të tretin nuk rinte, vetëm me ne 2. E vujt atë moment? Unë kam vujt për shembull 6 muaj kam qenë kështu terrorizuar. Vuja atë, jo terrorizim, vuja atë kur mendoja që ai nuk ishte, nuk jetonte më, e vuja shumë. Dhe që një kohë që shoqëria kishte vlera, domethënë gati si familje. Si familje. Po sa herë ju morën pyetje kështu, nuk ju arrestuan, vetëm ju shoqëronin për të pyetur. O 2-3 herë. Pastaj sa herë hypja treni për Shkodër ose për Gradet, zbresin nga treni, shumë herë ka ndodhur kjo. Ose nga autobusi për shtëpisë. Po isha si person që më mirë ndaloj që këtu pa na probleme atje. Por të survejonte sigurimi i shtetit. Por e kanë bërë disa herë. Bilim kanë djegë dhe biletat, kanë qenë ca shteta për atë kohë, 250 lekë për në peshkopi. Autobus, po. Po. Zbrit pse? Zbrit këtu të mos merrem me ty atje. Kaq. Po se kisha fuqi unë, ti kundërshtohem tepër. Kjo ishte. Dhe pastaj patët pasoja mbas kësaj jam i bindur, ekziston në dosje, besoj edhe që jam djeg, po s'kam arrit bën gjë. Nga sigurimi i shtetit? Po jam surveju. Nuk arrit me gjet sepse ishe i kujdesshëm apo s'kishe veprimtari? I kujdesshëm dhe hermetik fare bile. Cili ishte shoku që i besojmë shumë, miku që i besojmë shumë në atë kohë të vështira? Ishte ky edhe një djalë i mirë, shumë i mirë, me cilin kemi bërë stërvitjen për Toratis, quhej Iliran Mema. Atij i kam besuar. Se do bëre përpjekje për t'i kur prapë? Po si ndonjë edhe përpjekje. Në cilin vit? Jo, nuk atëherë pam një variant tjetër, jo nga është tyr, jo për shkuar në Jugosllavi, se atja të nxirrin intervistat të ndronin familjen këtu, donim në një variant nga jugu, nga. Por pra, se kjo notorisht ju kishit që do shkonin në Jugosllavi. Po aty do vendoste ai si më i madh. E kishe marrë parasysh që mund të kapte edhe UDB-ja dhe mund të bënte tortura për të folur në televizor në atë kohë keq për Shqipërinë? Shiko, duke qenë që unë kuptova që nuk kishte të ardhme për mua. Me 2 prindër që quheshin përshtuar nga partia që gjashe treshin, që s'bëhet dot një biografi, unë mendoj që kam qenë një nxënës shumë i mirë, kam fituar dhe konkurse olimpiada matematikore. E kam nisë ke Petroni, përfundova ke Kristoforidi natën pasaj. Kam punuar, pasaj shkollën. Po pse tojë Petroni ishte shkolla më e mirë? Po i ka vetë, kisha problemet e mia unë pasaj. Vajte Kristoforidi ajo natë. Jete mësim Gavosh Levonja?
Po jam, edhe aty kam qenë me fotografi blekë shkolla, me rezultate shumë të mira. Por, rëndësishme ishe i vetëdijshëm që në atë sistem s'kishte meritokraci dhe ishte ndarë. Po t'ishte, domethënë, ajo luftë e klasave në eshtje, po dhe drejt për drejt të bënte që ta ndjeje atë diskriminimin. Edhe mos e pranoje. Kush donte ta pranonte. Okej, dhe pastaj në 90-ën juve ishte me lëvizjen? Në 91-shin kam qenë në emër PD-s në Strasburg, edhe u ktheva. Pse Po në 20 shkurt në 91-shin kur u rrëzua monumenti i Rodës, ishit aty? Po si isha në grevurie, edhe organizator. Si student? Po. Ju ishi student atë kohë? Po. Dhe ishit kur rrëzua e kam fjalën, këtë turma? Unë isha brenda grevurie, vëlla. Jo, në grevurie okej, se ata ishin këtë student, po kur rrëzua këtu në sheshin Skënderbej. Unë isha në grevurie, pas kishim dalë akoma, pas i ka rënë bus. E kuptoj. Tani na i the këto pse humbi PD-ja. Tani të lutem më rendit me pika. Se atë mbush mendja për Saliun ç'është. Ta theksoj edhe herë. Jo, për të mbushur mendja mua nuk më mbush fare, por akuzat tuaja janë shumë të rënda. Që është kriminal. Po të thuash kriminal as. Po jo, një jurist nuk e artikulon fjalën kriminal. Ai jep akuzë. Ke gabim. Edhe në cilin kod penal? Edhe vjedhja në të gjithë kodet penale. Fjala kriminal nuk shkruhet. Edhe mohimi i drejtës njerëzve, domethënë është krim. Edhe i ke krime të ndara kundërvajtje penale, edhe krime të tjera të rënda fare. Ai s'ka bërë vetëm kundërvajtje penale. Unë nuk di ai me ndikimin e ke takuar në Sali Berishën? Po, më njeh edhe njaf. Unë nuk di se sa klauzola të kodit penal kanë ngelur pa u konsumuar nga veprimet e tij direkte, po dhe nga frymëzimi që ka dhënë ai kriminalëve të tjerë, se është bërë shembull edhe për kriminalët e tjerë. Dhe prandaj them që sistemi i vlerave në Shqipëri ka rënë. Okej, përse fitoi Partia Socialiste dhe të lutem me pika? Nuk ka fituar Partia Socialiste. Jo, ka marrë 83 mandate. Le të marrë mandatet. Populli ka votuar kundra Berishës, kaq. Ka thonë më mirë 3 ky se sa të vi. Atëherë ka fituar Partia Socialiste. Po nuk, ti e qenë fitore, nuk janë shtuar votat. Në Tiranë, në Shqipëri, me votat e brendshme ka pasur rreth 70 vota më pak. Zoti Kara, ai dhe 71 merte, ai që është fitues, ai ka marrë 83. Po le ta fitojmë, le ta marrin të jetën kështu. Nuk ka fituar, në 2021 ka marrë 70 vota më shumë. Kjo tregon që njerëzit nuk e shohin as atë si shpresë. Kjo është fitore, kur ti ke trend ngritje, ti je atje. Mandati 4. A e mendoni ju të ketë se këta e vunë atje, e konsoliduan Berishën përballë, në pazar me një tjetër me kodin zgjedhor, edhe i thanë, ti je në hall ri atje, ke një opozitë, sigurisht vetëm familjen e hallet tuaja, edhe ne mbajmë pushtetin. A e mendoni ju që t'ishte hapur loja si të bëj? Pse duhet që ne themi në pikën 3 Sali Berisha ka marrë mbi 500.000 vota, zoti Kara. Si e thoni ju këtë që atë nuk e do njeri? Po, janë 500.000 dele që i ka ai pronsi. Deles mund të i thuash 500.000 shqiptar. Jo, po si thashun, po nuk kuptoni sikur ai ka 500.000 vota, ka delet e veta. Jo, e ka votuar, them unë. Unë nuk thash. Ka dhe njerëz e kanë votuar. Zoti Berisha ka marrë 500 e Po. Ja ta them fiks, unë do të them. Zoti Berisha ka marrë 537.000 vota. Po. Këta janë dele? Unë s'tash janë dele. E ka votuar dele? Jo, mos me i trajtu si kur janë dele, thash. Se i ka marrë 500.000 vota, nuk janë dele. Ato janë vota, duhet të lexuar mirë e votë. Rama ka marrë 840.000. Nuk janë pak, ju thoni s'ka fituar Rama? Bashkë, sa bëjnë to dyja bashkë? Po jo, se ka dhe partitë e tjera. Po le bashkë, gjitha bashkë. Po ata që kanë votuar 1 milion, gati 1 milion e gjysmë. 1 milion e gjysmë. Sa janë votues shqiptar? Se ne kemi që sigurisht 3700. Jo, me atë llogarin ju keni të drejtë, sepse i bie 48% e atyre që janë në Shqipëri të paktën. A e dini që se njerëzit nuk kanë ikë për qef. Kam 3 fëmijë. Të trojnë. Rrof. Ti kesh me jetë. Edhe sa që më kanë ikë, aq që më ka ardhur një mllef këtu. I ke jashtë fëmijë? Jo, sa që më kanë ikë me tentativë që të punojnë jashtë apo ta lënë Shqipërinë edhe të vinë, aq që ka qenë një mllef im që ka në mundësi në një mulli, kuptimin figurativ, ta marrë gjithë klasë politike e ta edhe tjetë, se ne nuk bëjmë fëmijë në gëzoj bota. Dikur njerëzit kanë bërë... Kjo është e frikshme? Po le të jetë e frikshme. Dikur njerëzit kanë bërë luftra për të marrë pasuritë e vendit, por për të marrë dhe kapitalin njerëzor. Ne po e çojmë vetë dhe qymë arritje, se kemi dhënë mundësi këtyre tikave. Pse me kush na e hapi ne kufit, Saliu me Edin hapi kufit ne, na dha drejtën tani, nuk do vritemi kufit ne, po thyeni qafën ju. Po kush të bëhet shtëpi? E kam parë botën rumullak.
kush të bëhet shtëpi? Si do ikim ne? Si do bëhet ky vend? Sa vjet keni jetuar jashtë? Pa setin, po mund të kemi bërë 4 vjet jashtë, kështu, po ti mbledh. Pse u ktheve pastaj? Se më desh qefi të ktheve. Jo, patjetër desh qefi, po pse u ktheve arsye? Po kjo është, më desh qefi. Unë nuk jam ata që të hiki unë se i do me nderja Saliu dhe Edit. Jo, flas që tani, po do mlesh ta them tani. Po? U ktheva se ndje veten këtu, peshoj këtu, tamam, guri rënd vend vet. Kështu e kuptoj domethënë. Qartë. Edhe kam oferta sot në të sekond ti për shembull në Amerikë. Po s'më duhet në Amerikë, dua Shqipërinë. Du këtë diellin siç lind këtu, du këtë rrëmujën këtu, du veshët në gjën shqip, edhe du të kem këtë botën këtu se këtu ka dhe një investim shpirtëror që është po sigurisht. Ashtu. Se ku shkojnë njerëzit me në vend shenjtë, ajo ka ngele pjesa shpirtërore aty, e thon po gjem Derman atje, po i lutem ta bëjnë ndërmjet për këtë zoti e tjerë. Edhe punë e kësaj, po tani këta na bërë si shejtan tani, na bërë si vendi ku gjallërohen vetëm shejtanët. Si ka mundësi që aseti kryesor që unë e kam studiuar mirë në çdo biznes që janë njerëzit, se ti mund ta bësh të studion, por kur s'ke gazetar, e s'ke kameraman, ç'do? Të rrofshin ekranet, trof tavolina, edhe ambientet. Aseti kryesor e njerëzit. Në një vend që nuk ka drejtësi, dhe nuk ka shpresë për drejtësi, dhe nuk janë kushtet minimale të jetesës, ai vend zbrazet. Edhe ne jemi në një bombë të frikshme popullsie që këta duan të na e shesin sikur jeni në drejtat e njeriut. Po drejtat e njeriut janë që edhe unë t'ju ftoj për drejtat e mia dhe ky është roli i medias, t'i bëj njerëzit të përgjegjshëm dhe të ndërgjegjshëm për detyrat që kanë dhe drejtat e tyre. Dhe t'i bëj aktor, jo njerëz pasiv që presim neve çfarë llokume do na hedhi Rama dhe çfarë llokume do na hedhi Berisha. Edhe unë këtë shoh si problemi më të madh që mbi 50% e shqiptarëve nuk ka marrë pjesë në votim. Jo, është fakt, 48 morën. Atëherë ne du ta bëjmë ligj, nëse mbi 50% e shqiptarëve nuk merr pjesë në votim, të lipsen këta me gjithë votimin e tyre. E dyta, jo, ma thekso, të lutem, ma thekso edhe një herë këtë, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Do të thonë, propozimi yt është që në zgjedhje duhet të marrin pjesë patjetër mbi 50+1. Po. Do të thonë, kjo të sankcionohet në kodin zgjedhor. Kushtetut me. Në kushtetut. Dhe në qoftë se nuk arrin, si funksionon, se vjen si jurist, më shpjegon në aspektin. Anullojnë zgjedhjet dhe bëjnë zgjedhje tjera. E do bëjnë pastaj ligje tjera që t'i shërbejnë. Do të thonë, 50% jo të atyre që regjistrohen, po të atyre që votojnë. Të atyre që të regjistruar. Po, mund të regjistrosh 80% dhe voton 20%. Atëherë bëj politika që ti të regjish ata zgjedhje. Se regjistruar mund të jemi gjithë vetëm në diasporë ka një gjë kështu. Zoti gazetar, bëj politika që ti ta plotësosh këtë detyrë kushtetuese. Do të thonë, kjo nëse sankcionohet në kushtetut, ju mendoni që jam i pari se ta mbaj mend që kam bërë vetëm 2 akuza. Jam i pari që kam kërkuar le të skandal të autoritet dhe flasin, se tani të më jap vetës. I pari mbi 9 apo 10 përpara kam kërkuar votimin e diasporës me të madhe. Në cilin vit? 2013-14, edhe e gjem në Facebookun tim, edhe më mbrapa e kam shtjelluar. Dhe këta, mbasi nga shoqata kaluan parti, erdhe me 3-4 pika këta kryesor i gjetën se tani. Je i kënaqur me këtë votim që bëri diaspora? I kënaqur që diaspora tregoi interes, por është më i madh interesi. Ktu bëhet kjo. Me 30 maksimumi $30 milion bëhet kjo, ke harxuar zgjedhje me 100 milion me pisliqe të dyja palët nga poshtë, edhe me lasivitan. E kanë xhirë domethënë të pazarin e zgjedhjeve. Për gjithë ata që na ndjekin, zoti Kara thotë që votimi bëhet më i thjeshtë, elektronik dhe në celular. Po. Këtë jeni duke thënë. Dhe është kosto më ulët. Kosto e ulët, besoj nuk i kalon $30 milion si aplikacion. Po ja 50. Po nuk ka rëndësi. Ti kur e vë detyrë kushtetuese këtë, e dyta, a e kuptoni që kodi zgjedhor është antikushtetues, edhe me këtë kushtetues që çelemane. Atëherë pse unë do të merrem me tjerët? Se në ka rënë pazar të 2 palë, por ç'më duhet mua kur jeta ime, familjes time ka ikë pazar. Edhe s'jam gata që i lutem. Unë them vazhdo përballje. Ti na bëj 100 neve. Ishte shifre lart 257.000 të regjistruar nga diaspora dhe 200.000 e pa mjaftueshme në konceptin tim të legjitimoj të zgjedhje. Në konceptin diaspora. E pa mjaftueshme duhet të ishte mbi 50% e popullsisë të votonte. Jo, unë kisha vetëm për diasporën. Kjo e that, jo e kurse për ta plotësuar pastaj, vazhdoj unë, do të them që ajo diasporë do njerëz vet. Ne kemi një rast veçantë, pothuajse Izraeli.
ata kanë rritur interesat e njerëzve që jetojnë jashtë për vendin. E shfrytëzojnë dhe ata popullsi që kanë jashtë. Jeni duke thënë që të kemë përfaqësi. Përfaqësi patjetër. Por ne kemi provuar vitin 20-30 Federata Vatra kishte 6 deputet në kuvend, Fanoli ishte deputet i Vatrës, nuk ishte deputet i Kolonjës. Shumë mirë, nuk kemi ngel ke Vatra. Do të thënë e kemi përvojën. Atë fatkeqësi do ta bëjë Federata Berisha. Tani kalojmë ke këto seriozisht po them. Federata Berisha. Federata Berisha. Dikur çoi këshilltarin e tij në ku ishte kryeminist, jo president. E çoi atje. Tani është dhe për qesh dhe për qark, po ta analizojmë Berishën, të vazhdojmë me këtë. Okej, tani pyetje ime. Rama tani bëj pyetje këtyre. Jo, pyetje si parashikon tani 4 vitet e qeverisë? Këtyre 500 mishës, po i them këtyre. E mendoni veten të shkonin në vitin 2029 prapë me Berishën përballë Ramës? Kështu po. Pyetje fortë kjo. Do thënë Romeo Kara pyet 500 për të qenë sakt, 537.000 votues që kanë votuar Partia Demokratike që edhe një herë të lutem. A e mendoni vetëm 2029 prapë konkurroni me Berishën? Si e mendoni të ardhmen tuaj, i them? Duke qenë që mund të konkurroni prapë me Berishën. Meqë po i sevikoje Berishën deri tani për hir të debatit, jo se mund ta kesh bindje. Unë e mendoj mirë që nuk ndryshon Shqipëria nëse këto që prandaj thash nuk janë dele. Këta njerëz nuk ndryshojnë. Unë nuk ndryshoj, ti nuk ndryshon. Por nuk ndryshon qasja ne, nuk ndryshon Shqipëria. Pra por nuk ndryshon elementet, nuk ndryshon shumatoria, por nuk ndryshoj avazi, nuk ndryshon përfundimin në fund. Ne do ngelemi peng tani, pse më kush na e ka bërë ne që ky nuk gjithë ushtar të këtij dhe ushtar të këtij. Ata që shkojnë për interesa, ata duhen lënë vetëm. I ke provuar herë dy herë, si mund vit tjetër për shembull, e më thot mua, ma jep votën se më duhet, ma se e ka dhe pasion, se i bëm punë gocës apo çunit, se i duhet bile dikush ta, i duhet për CV deputet. Kuptoti? Të kërkoj ty? Po më kam të tjerë, se unë s'vin dot për ti tani. Ata kanë kërkuar njëri votën? Mua? Po. Se mua më kanë kërkuar edhe këtu live atje. Jo, për krajem kanë kërkuar, duke menduar që mund të ofrojmë shumë vota. Unë jam treguar kujdesshëm. Nuk e kemi mbështetur. Jo, fare. Okej. Si parashikon 4 vitet e ardhshme të Partisë Socialiste me Edi Ramën tani? Mandati 4. 16 vjet do jetë mandati më i vështirë tyre. Në cilin aspekt? Në gjithë aspektet. Unë parashikoj që do ketë krizën në PD. Parashikoj në mos ik Berisha, se ai mendon që do mbaj peng, se ai ka planet e tij. Tha mbrëmje nuk ikën. Po ai inshallah ikën nga mend. Po që Por ai nuk ikën fare, nuk ikën e tha. Pujti ashtu se po do të çeni fjalë tani këtu apo e pranon ti ta them. Se sikën ai. Se çfarë është kjo më që sikën? Le të ikin tjerë, po ta lënë aty. Ta lëmë aty të ikin tjerë. Jo, sa ta sikin. Sikin. Po janë 50 deputet. Le të shkojnë të fundosen me të. A janë 50. Do rim 50 deputet, edhe kanë në nenin ka mundësi 34 kush është i kushtetues, që nuk kanë detyrime të tjera përveç asaj që nga kon kushtetuta. Do jenë deputet të popullit apo do jenë qjallar, dhe qjallar, dhe qjaja, dhe deputet nuk ka. Nuk e ke iden çfarë i bën kongresmeni ose senatori në Amerikë, kujdo, që nga presidenti deri poshtë. Kur e merr atje atë sekretarin e shtetit, nuk e di çfarë. Është Amerika? Amerikë, po pse po ku aspirojmë ne? Çfarë kemi ne atje? Atje të gjitha llojet e ngjyrave dhe komsive, pse shqiptarët atje janë dinjitoze këtu s'jekan? Kështu që kemi dhe shqiptar, prandaj them ajo diaspora. Po këtu ka dalë Fanoli pa aftë, zoti Karata. Fanoli do ka dalë pa aftë. Me diplomë Harvardit do li pa aftë. A është kështu? Çfarë diplome kishte në Harvard, se po është për muzikë. Literaturë. Studimet e tij janë të jashtëzakonshme. Për histori. Jo, po se tani futa Harvardit. Unë mendoj që Fanoli ka vlerë radh parë si një atë shpirtërore. Për një njeri kur i niset kësaj pune, këto punë nuk janë biznese, janë misione. Dhe pashim të gjithë të kemi Fanole. Janë misione. Por mbase në ato kohë thash për këtu, thash për kur ishte kryeminist, vetëm për këtë. Jo për atë, se ajo autoqefalia është kryevepra e Fanolit, po e kryevepra edhe e historisë Shqipërisë. Janë misione dhe ai është kaq i thellë. Po. Sa kur flet pa ato pesa anarshit e tij, që jemi këtu. Po ishte në parlament, ishte deputet i Vatrës. Po mirë. O Roland, ato pesa anarshit, besoj po të lexosh në parlament tyre, unë dhe shoh sa krenar do të jetë dhe Rama dhe Berisha. Se aty tregon lakuriq prap të dyja partitë. Pra ne nuk kemi ato kanë vlerë edhe sot. Ne nuk kemi dëshuar. Po t'jap një fakt që të tjerët nuk mund mos e dinë. Kam lexuar
500 ca faqe, një doktoratur dikujt që edhe emrin s'e mbaj mend, po më ka bërë përshtypje, lidhje me pronat. Një gjë Roland se nuk mes biseda po s'pash në sy. Sa po doli një lajm, të kërkoj ndjesë, tani më mirë kupto këtë, sepse unë kanë dhe komunikimet nga regjia. Dashamir Shehi ka dhënë dorëheqjen nga LZHK mba përgjegjësinë e humbjes, tha nëse duhet. Shumë mirë. Cili është komendi juaj? Akt qytetar dhe i shkon Dashit. Dashi mbetet gjithmonë. Pra kontriboi dhe me dorëheqjen e tij. Sa bukur e the. Po. Romeo Karaj tha, Dashamir Shehu kontriboi edhe me dorëheqjen e tij. Pra u bë një lloj modeli, një standard. Një standard. Po. Precedent. Ne po to vujmë. Tani kush do të jap dorëheqjen? Unë mendoj do të japin gjithë me radhë. Me radhë. Pa ma bëjnë ciklistën. Një ishte Dashi. 2. Po Berishën. 3. Lapaj. Lapaj pse? Mori një deputet. Ja, ka thënë tjetër ja. 4. Që pse bën lëvizje për vete? Po. Edhe unë të jap dhe argumentimin, s'bën parti. Po, s'bën parti. Hyn për demokraci me forma klanore. Okej, pastaj do të thotë, pra, Shehi, Berisha, Lapaj, gjithë që kanë humbur. Jo tjetër, 4. Gjithë që janë opozicion. Jo, më thuaj. Po i tham ata tjetër ka dhënë dorëheqjen, ai s'është më bile shtregu shumë qytetar ky Alibej. Alibej dha dorëheqjen. Po dhe Endri dështuar. Shabani do të jap dorëheqjen? Gjithë. Ata për mua janë dështuar. Ingrid Alibej do të jap dorëheqjen? Jo, ai ka dhënë dorëheqjen. Ai thaq, e pranoi. Ai ka dhënë dorëheqjen. Po. Të gjithë këta që janë krye, se këta janë krye, këta duhet të... Po qori jo? Arlin? Po mi nuk i përshpun kujtë, le të jetë ku doje. Këtu e... Pra, Dashamir Shehu dha, Berisha, Lapaj, Shabani, Alibej... Tani, shiko, unë këto lloj interviste bëj me Sulde Mollarin për ditë që pi kafe, edhe që shohim shumë për zemër. Idhulli im i futbollit dhe di që stërvitin e tij në vitet 80 aty te aneksi aty duket sikur po bëjnë tani ekipin rezervat e këto tani. Mi pra tani ti je analist tani, ti je një publik normal. Analiza ime është kjo. Unë të besova aty. Më the do fitojmë. Nuk më the do bëhem unë deputet. Edhe unë të dhash votën për shembull. Ke shumë drejt. Edhe më the, edhe unë të pyes si qytetar më i përgjithshëm, i ke bërë sondazhet, tani po t'jap një diferencë. Rama, kur me pushtetin, se ka mundjen qeverisë në funksion 4 vjet në funksion të zgjedhjeve që vinë. Dhe fakti që i doli 2 herë i ran kokë, pra nuk e lexuam ne votën siç e lexoi ai, tregoi që ai mund të jetë surreal. Mund të jetë një njeri delirant për mua edhe është. Dhe nuk e njeh shumë realitete, nuk i njeh, nuk i percepton. I rrethuar nga lejkatar e nga intrigant që kanë nga pas e anash e mbrapa gjithandej. E nga interesagji të çdo lloj fytyre që ka ky planet. Por ai realitetin e votës ai i njeh. 2 herë në Kuç, kjo ajo atje. Memorandumi. Ajo do ngelin në histori në mënyrë si ai e lexoi votën. I doli në parë, doli në 2 nuk është më rëndësi. Njëherë nuk i ka dalë. Jo, ai ka dalë. Edhe në parë. Nisë, ta them me fakt. Atë kujtohet para 6 apo 7 muajve kur tha PD-ja do marri sa mori në 97 dhe në 97 mori 27 deputet. Kështu ka thënë. Ti mendon që atë po t'jap një tjetër, mendon që PD-ja në 97 mori 27 deputet? Aq mori. Jo, unë jam realist, ka marrë më tepër. Si numëron votat fare. Mi pra, po, se për gjithë ata që se dinë në 97, do dhe ishte luft. Nuk i numëron votat dhe duke qenë që ndodhi kjo, u hap dhe i shtek që mund të rikthejë mbreti dhe ata e morën qafë për pak e vranë shkretin, por që edhe referendumi për mbretin, u mendoj ka fituar mbreti në 97. Edhe ansa? Edhe ansa, besoj ti dikte. Atëre, e sheh që nuk është saktë ajo e 97-s. Ansa ka dhënë që fitoi dhe pastaj u kthy lajmi. Tani bën diçka tjetër. A ju afrua, a është kjo një 97-2 për Berishën në lidhje me votat? Po. Për PD-n? Po e thatë ju, se pyetët i bëju këtu. Po mirë. Ju pyetët vetë përgjigjet. Po mirë. A është kjo apo s'është? Tani, mbetemi sërish te Rama, thatë Rama ta ketë shumë vështirë. Më fal zotni Ertuos që mora kompetencën tuaj. Tani unë për këtë punë jam këtu tani, unë kam 30 vjet gazetar. Po mirë, po, nuk e gasmimi tani. Ti po pyetën, unë bëj gasmim. Jo, derisa të gasmoj do më gasmoj. Shumë mirë, shumë mirë. Okej, tani ngelemi te Rama. Ju thanë që do ketë një mandat vështirë, po më analizo si të vështirë, çfarë? Ja, vështirë. Pse? Që
po t'japmi... E lidh me SPAK-un apo me vetë qeverisjen? Me të gjitha. Po t'japmi me gjë kryesore është që njerëzit janë lodh, po dhe po edukohen. Qoftë njeriu edukohet edhe me dështimet e tij, Pra njerëzit po edukohen, thonë do të marrin pjesë. Për shembull, ky votimi tani që u rrit nga diaspora tregoi që njerëzit domethënë nuk mund të rinë më pasiv me tragjedinë e tyre. Të rinë pasiv se mendojnë që pushteti është punë e tyre, ç'na duhet ne. Jo. Ajo puna, ai pushteti, ajo punë e tyre ka pasojë tek ne. Me jetën tonë direkte. Dhe ata nuk janë aty për punët e tyre, ata janë aty për ne, për fajsues tanë. Dhe njerëzit, prandaj them, duhet një iluminim i njerëzve. Këta janë përfaqësues, ne i zgjedhim. Ore jemi një ndërmarrje aksionere që kemi zgjedh përfaqësuesit tanë atje. Dhe ne këta i adhurojmë si zotër. Kjo është çmenduria më e madhe. Pra këta nuk e kuptojnë që janë përfaqësuesit tanë. Vinë, na lusin me nderën, bëjnë atë të përshtirin, domethënë, aty para nesh për të marrë votën, dhe pastaj na kthejnë kurrizin edhe na mohojnë çdo drejt. Tani ke parti tani thjeshti pronari një ndërmarrje, ke vënë një administrator apo 5 administrator apo 140 sa janë në parlament, dhe ti pasaj si pronari i ndërmarrjes, jemi ne si popull pronari i kësaj Shqipërie, ne i lusim ata për të drejtat tona. I bëjmë lutje, aman, orë administrator, më jep të drejtën time. Kush ta vendos? Dhe ta mbyll se kam shumë të rëndësishme, dhe këto të drejtat tona, dhe kur na i japin, ne japin si bamirësi që buron, o nga Rama, o nga Berisha, o nga këta tjerë që janë këtu. Zoti Kara, kush do ta vendos në vështirësi mandatin e 4, Zoti Rama me 83 vota? Opozita që ka 50 vota apo drejtësia, SPAK-u e tjerë? Pikërisht, kjo opozitë që për mua ra, dhe do bjerë shpejt. Opozita e rënë, s'ka çfarë bie. Kjo më po dë. Do hapi rrugën e krijimit të një fryme tjetër, të një qasje tjetër. Kush do bëj këtë? Po do ta bëj baba imi shkret që ka ndruar jetë 2016. Tani ne do ta bëjmë, kush do bëj? Po ti si më PD? Po ç'm do PD-ja mua, se s'ka PD-ja ngrihet nga struktura Zoti Kara. Po ç'm do PD-ja mua, unë s'kam një ide të PD. Opozita. Ajo është lokomotiva e opozitës. Po e thon ti. Ja, tani ky është fakt, nuk është fakti im. Opozita, lokomotiv ka Partinë Demokratike. A ka një ligj që duhet të jetë opozitë të jetë PD-ja? Jo, më ka shumicë në parlament, ka 50 opozita në parlament, nuk bëhet. Vazhdoni, mundeni Ramën me PD-n. E mundi dot. Jo. Çfarë ti po flet për llogarit Ramës apo për Berishës tani? Ju jeni duke thënë që do riformatohet një opozitë e re? Po them fryma të re, po patjetër. Kush do jetë? Nuk e di. Unë këto se parashikoj, se unë nuk jam me... Jo, këtë duam parashikosh. Tu këmbgulur. Unë besoj që do kemi opozitë të re. Po do jenë forcat të reja, këto forcat e partive të vogla, apo lëvizje tjetër intelektuale, sociale? Forcat të reja, edhe këta që flasin për nga jashtë. Të huajt, ne na ndihmojnë, na suportojnë, por nuk na zëvendësojnë. Tjetë bindje. Unë kam qenë jashtë edhe kam folë gjatë. Ne këta përcjellim realitetin e tyre, ne përcjellim atë realitet që mendojmë ne që është realitet. Pra, këto imazhe 3D me arritje me suksese, ne përcjellim atë që mendojmë që është. Dhe shumë shpejt, mbasi e vërteta të thuhet si duhet, dhe këtu po flas si jurist, çfarë është gjykimi? Një konstatim i zbulimit të vërtetës nëpërmjet një procesi të drejtë. Dhe kur del e vërteta, pastaj gjykimi del vetë në mënyrë vetvëtishme si produkti i vërtetës. Ne duhet të nxjerrim vërtetat tona dhe ne kemi nevojë për shumë reforma dhe sidomos për reformën drejtësi. Dhe besoj që këtë reforma drejtësi, unë nuk e di se kush ministër, ish ministër, kryeministër dhe ish kryeministër, president që janë, do shpëtoj pa dhënë hesap për ato që ka bërë gabim, ose për ato që s'ka bërë... Jo, këtë më thuaj pak më shkoqë, se kjo nuk mund të kaloj kështu. Se kjo është shumë rëndësishme. Mi le pa kalu se të kaloj më. Jo. Tani, sipas jush që drejtësia, pra SPAK-u, nuk do lër asnjë nga ish ministrat apo kryeministrat që vetëm SPAK-u. Reforma drejtësisë në kupton për mua të gjitha institucionet e drejtësisë. Vetim të administratës, siç kemi arritur në të pikë, po dhe gjithë politikës. Dhe po të kishim pasur një vetim... Cilët janë politikanët që rrezikojnë të arrestohen atë, po të bëjnë pyetje të drejtë për drejtë? Po i kemë gjithë i ke. Për mua tani vetëm në një ministër i ri që s'ka pas kohë të vjedhi edhe ka hyrë fushat, domethënë s'kishte kohë të vjedhë. Gjithë tjerët i ke kandidat për mburg. Po jo gjithë, se ju duhet të keni indicie për këtë. Po kam përgjegjësi unë.
Indicje, thash, indicje, do të keni informacione. Unë shoh se si bëjmë punët poshtë. Për shembull, cilët ministrat e qeverisë Rama thonë apo ishin? Gjithë, vetë Rama dhe Berisha, se po e bëni Rama si po themi ministrat e Perëndisë Ra. Po ministrat timën. Jo, unë bëj pyetje këtu. Ti sot në paradrejtësisë ke më shumë ministrat e ti. Po, kjo është vërtet. Dhe unë i kam thonë personalisht, po qeverisë me një këmbë. Ku i kam thonë media, që do të them, do merrem me këtë, ka 3 këmbë qeverisja. Ka menaxhim, ka risk analysis, ka compliance, janë problemet etiko-ligjore. Dhe tani ke qeverisur me një këmbë, vetëm menaxhim. Po do mbash përgjegjësi, se kur vjen puna përgjegjësinë për personin juridik kush e mban? E mban kryetari. Tani keni qenë shumë kritik me zotin Meta për arsye që ju keni dhënë publikisht, unë s'dua të kalojmë përsëritje. Por ai doli rreth 8000 vota dhe doli i treti, duke qenë në burg. Si e komentoni rezultatin e Ilir Metës? Po që me ardhë dita me marrë të keqë të për Metën se kësha venu në herë. Si të ka ardhë keq? Pa. Pse? Pa gjinat me lana të kështë. Mirë, 8000 vota brenda Burg, më shumë se 34 kandidatë të tjerë të Partisë Demokratike, nuk është pak, ha? Unë i kam thonë herë, shkatrove shtëpinë për Jaranin. Po dalë tani ke Monika që tha, Teti Blushi tha, bëri 3 shtëpia tha dhe nuk u përgjigjej. Po këtu i tha Monika. Shkatroj shtëpinë për Jaranin. Kështu që kur ta lërë dhe Teti, mendoj do t'i bjerë rëndë shumë. Pse do ta lërë dhe Teti? Po pa besoj se pa. Po pse do ta lërë Teti? Nuk ka arsye. Po të kishin pasi çiksedër të dy, Teti me gjitha tjetën do kishin dhënë dorëheqjen. Po jo, nuk e ka lejuar Meta, sa ata nuk e ka bërë deklaratë. Jo, ata nuk janë aty, pastaj do të vrasin veten për komandantin, ti s'na lejon, por ne për të mirën tonë do ta bëjmë pa pyetje. Jo, ai u ka dhënë një lloj ultimatumi sepse ka bërë deklaratë zoti Meta. Unë nuk futem në parlament me dorëheqje. Fal, dorëheqja është vendim që ta kërkojnë tjerë apo bën vetë, si term. Por në këtë rast duhet një lloj mirëkuptimi. Një lloj pazari. Jo pazari, mirëkuptim. Sepse ata janë të gatshëm për ta dhënë. Me atë që di unë, mund të jem gabim, nuk e di tani. Se di, a janë të gatshëm. Kam një pyetje specifike. Mehmet Çeu 27 vjet e 3 muaj kryeminist. Edi Rama 16 vjet. Enver Hoxha 9 vjet 9 muaj. Adil Çaçani 9 vjet 1 muaj, Sali Berisha 8 vjet. Më mirë se sa ti këtë nuk e komenton asnjë person tjetër. Çfarë do të thëni ka për ty? Po kryeministër. Ta gjithë kanë qenë kryeministrat më e gjatë në historinë e shtetit shqiptar, mes 33 kryeministrave. Shiko, në kohën e verit, jeta gjatë shifej ishe i aftë, i bjetoje atyre intrigave të borrit, po themi. Dhe për këtë Mehmet Çeu ishe i fortë, por me sa unë di, s'po them ke pjesa e luftës. Por te pjesa e detyrës tij si kryeministër, mendoj ka qenë jashtë ideologjisë, po të sotoj, ka qenë kryeministri i cili dinte në çdo orë, në çdo minutë se si ishte gjendja e zhëndërmarrje. Këtë e kam nga njerëz që kanë punuar afër tij. Pra, ta kanë thënë këtë ty që ai ditë çdo gjë për çdo vend, për çdo ndërmarrje, për çdo institucion? Unë po shkoj 60 vjeç, unë kam kontakte me njerëzit dhe kam folur shumë me njerëzit. Jo, e kam dëgjuar njëri shumë afër tij. Te kam dëgjuar pikërisht në 83-4 kur ishte akoma, po, mbas vrasjes tij apo vetë vrasjes, nuk ka rëndësi. Vrasja apo vetë vrasja? Nuk ka rëndësi. Po mu, nëse më edhe presioni ka qenë i madh, por mua edhe më ka qenë vetë vrasja, nuk i hy asaj. Por luftë për pushtet ka qenë. Ka dash për mua familja në xhmia vet, ka dash siguroj veten mbas ikjes së Enverit. Me Mehmetin s'ka qenë sigurt në konceptin tim. Tani lidhen dhe problemet e Kosovës që ishin po të thënjishin apo jo. Duhet pari çik më thellë. Megjithatë, unë mendoj që njerëz që kanë punuar me të kanë thonë me bindje të plotë që ai ishte kaq i dhënë pas punës dhe dinte gjendjen e çdo ndërmarrje në çdo moment dhe kur janë ankuar për njërin apo për tjetrin ka thonë kjo punë është kështu, jo si thua ti dhe kjo është kështu se kam qenë vetë, kam parë vetë. Pra, atë detyrë e kishte marrë përsipër dhe bënte mirë. I vetmi që fliste anglisht. Po mi marr shqiptar. Shkruante New York Times. Shiko. Dhe i vetmi që ka dhënë një intervistë për New York Times. Unë kam një mik në Texas, nga një familje e madhe plaviane, i cili fatkeqësisht
nuk i mbaroj studimet, se 91-shin u detyruar të ikin, erdhën nga plava, qëndruam amore se ikën. E digjon rahat duke folë spanjisht, anglisht, serbisht, rusisht, italisht, i të vgjuar. Problemi është që nuk ka nevojë gjuhët i flasin shqiptarët. Sot mjafton të flasësh një gjuhë mirë, nuk është keq, që është një gjuhë ndërkombëtare nga Kina deri në ashtu. Po harrojmë ato rusishën që kemi ditë, italishën apo gjermanishën, edhe unë mund operoj. Jo, sa gjuhë flisni? Po, mendoj që kam pas operuar 4, por tani më ka okupuar anglisht. Rusisht? Anglisht, ja. Anglisht, rusisht, po ti? Ja pa nema pa ruski. Rusisht, po, serbokrotisht? Po tani problemi, jo, nuk jam marrë me serbokrotisht. Po që unë mendoj. Po më na i thonë dy tjera tani, pse na i lë kështu tani? Unë mendoj që mund të operoj gjermanisht, dhe gjermanisht. Italisht, anglisht. Italisht? Rusisht. Po. Megjithatë anglishtën kam dhe nuk qyja si tjetër më nga këto, i rrëzoj gjithë tjerët. Se në anglisht mund të them. Ma thuj çfarë do t'i thoshe në anglisht Sali Berisha dhe çfarë do t'i thoshe në anglisht Edi Ramës. Të dy flasin anglishtën shumë mirë. Tani do ta them kështu, si është gjendur Berisha para elektoratit, do marrë shprehje nga tragedi, e shkruajti tragedin Rostov-Göteborg, është i çik kështu banale, kur edhe punë e lasivitas, por edhe punë e zgjedhjeve. Edhe kishte shkruajt njëri dhe më kanë përcjellë të shprehje, më pëlqeu shumë. Po do të jap dy shprehje. Po. Edhe një shprehje është që shkon dikush në tragedin Rostov-Göteborg, edhe hyn në tualet, kur para se të dalë, shef aty të shkruajt me diçka. Në Norvegji kjo? Duke ik nga Rostov-Göteborg, pra ke nga Gjermania për Suedi, besoj. Edhe i thotë në Suedi, jo Norvegji, në Suedi kjo, në Göteborg të Suedis. Po. Edhe shkruash atje, I came here broken hearted, came to shit and only farted. Kështu ishte rezultati i Berishës. Ua, do të gjys anglisht, gjys shqip, me dialekt, faktit? Only fartit. Fartit. Pra, u shtëngua s'bëri gjë domethënë. Tani po ja them kështu. Më ka frymëzuar një thënie e Churchillit që unë po e përshtas me fjalët e mia, domethënë. Never so few did ever do so much for so many. Bukur. Pra, kjo thënia që shumë bukur. Se ne ti thua, ore, kush i dali për Zot, ka e banda atje e madhe kështu. Mjafton një kohezion, po të ketë thelb qytetar, sidomos media. Unë besoj se e kanë fituar të betejën me media, edhe Facebooku mjafton tani, po edhe i media kështu. Po për media, do të me ato që ka thënë media ka përfunduar edhe në gjykatë, I don't care. Tani ta vazhdojmë në anglisht bisedën? Po si dush. Po për Ramën, jo, mos më kaloj, po për Ramën tani, se dy shprehje the për Berishën të rënda ishin të dyja. Atë e thash që për betejën që u bë mbi qejtë e Anglisë, kur flota ajrore britanike me Luftwaffe në përballë në pozicione edhe në situata të pabarabarta dhe pa një grusht 300 ca avion ka qenë ca kohë atje në gjendje lufte. Edhe Churchill tha, kur tha asnjëherë kaq pak nuk kam bërë kaq shumë për popull. Tani mu s'më intereson çfarë do bëj Rama, mu më intereson çfarë do bëjnë njerëzit. Të mos në vetsojnë asnjë lloj zëri. Le të bashkohen kohezion, se kur janë të vendosur, ata mund të bëjnë domethënë. Edhe roli i çdo njeriu në shoqëri varet nga integriteti, edhe nga ajo që bën. Çfarë kauze ka domethënë. Edhe nuk besoj që ne mund të vazhdojmë diskutojmë gjëra të tjera ndërtimit të shtetit pa elementin e parë, drejtësi. Se nëse ne beson se drejtësia, zoti ka? Po patjetër. Beson? Patjetër. Se është keni pasur një incident, një gjë vështirë në jetën tuaj. Incident pra se keni kaluar një pjesë në burg, kjo është ideja. Çfarë burgu? Jo, dënimi që është dhënë përpara sa vitesh, mos gaboj. Për çfarë vit? Çfarë dënimi? Se më ke gatruar në burg dëshoj Berisha ose është Meta, unë s'jam në burg, e s'kam qenë herë. E kisha fjalën për dënimin për shpifjen. Për shpifje, çfarë dënimi? 3. Duhet jemi sakt sepse i me Shkërzenin. Po. Atëre bën një deklarat Izet Axhia në vitin 2014. Te gazeta Dita. Edhe unë citoj në vitin 2017 deklarat
edhe unë dënohem për shpifje nga lëtyrat e sistemi gjyqësor Berishës, edhe unë do mbyll që në 2014 dhe filloj. Po, unë e kam cituar në 2017. Po? Po. Edhe dënohem unë për shpifje kur ajo është aty. Ajo është aty. Unë jam referuar çfarë ka thënë në mënyrë publike, në të shkruar në gazetë. Po se sepse nëse ju jeni referuar një gazetë. Po. Kjo bie. Po. Bie akuzë. Më bie në të treja gjyqjet e mia i njëjti prokuror nga Kuksi, njëri i familjes. Kur them unë që ai është organizatë mafioze, ju zoj ta besoni. Po pse janë budallëj amerikanët që thanë ai ka marrë peng një shtet tër, edhe ka cënuar sigurinë juridike edhe kombëtare Shqipërisë po dhe po cënon dhe të Amerikës dhe shpallën grata, mos na hajde afër se na bën dëm. Edhe ka bërë dëmin. Do t'i dalë atje. Ky ishte rasti parë, po i dyti? Rasti i dytë ka qenë kur mua më ftojnë në një intervistë në Report TV, më thot Denis Minga. Ishte një intervistë planifikuar për 3 ditësh. Po? Edhe më thot, Zoti Kara thot, ne thot kemi një lajm thot, që shkëlqen Berisha thot, ka udhëtuar me Kasroti Ismailaj për në Pragë kështu. Çfarë mendoni ju? Unë them, nëse ka udhëtuar, se lajmi se thash unë, tha ai. E kisha thënë. S'keni lidhje fare me to. Po prit. Rasti i tretë është kur unë kam takuar personalisht, po dhe me tjerë, që vajtën dhe atje në gjyq, dëshmuan. Jozef Ejsekun, kam takuar duke qenë në aviacion, dohet bëja një shtesë fuqie, kam takuar Jozef Ejsekun, edhe kam folë me të. Ishte administratorin e çesë shpërndare Shqipëri. E kam thënë ku jeton, mua më ka thënë personalisht, çfarë bën? Jetoj tha me qira tek apartamenti Shkërzem Berishës te ETC-ja. Tani, prava piramidës. Edhe për të jam dënuar unë. Unë kërkova Ejsekun, nuk e thrasin për ta dëshmuar dhe dënohem unë. Tani, kuptohet që këta njerëz tentojnë të friksojnë edhe të bëjnë dëm. Dëmet i kanë bërë gjitha. Dhe është Turpi Ramës, ja them publikisht, që kanë shtrirë dëmin nga unë, te fëmijët e mi, te gruaja ime këtë gjithë. Gruaja ime ish kampione, ish rekordmen në sport, e bia një rekordmeni. Kush është, thjesht për të ditë, kush është bashkë të ky? Engji Toska, e bia e Toskës. E bia e Toskës? E Toska një emër i madh që unë e kam shumë për zë. Jo, ka shumë, e cila ka 2 mastera, edhe kam mbaruar të 2 mastrat me gati mesataren 10, edhe mastrat. Dhe madhe vllajna e jetit unë kam pasur në dhe ti marrësh të gjithë dhe nuk guxojnë të arrisin pagën në 10 vjet. Për presion, se është aleanca në hije, ky person të mbahet këtu, as pagën time, as pagën e saj, as pagën e fëmisë. Aty ti bën gjitha tani. S'ka më ndryshim, po ky është trupi i tyre. Se nesër e di që nga Rama e ndonjë tjetër do vi do justifikohet se kështu na tha ai, po ku do shkojë justifikimi? Kështu do thotë ai që është administrator do thotë më tha ministri do thotë më tha Rama, po Rama çfarë do thotë nesër? Që më tha ego ime. Po inshallah plas nga ego jote. Se unë do ri atje. Qoftë edhe me kokën time. Ata nuk e Berisha ma njeh kokën. Po çuni vet idiot nuk më njeh. Direkt. Mos ofendo. Jo, po, nuk mund të çosh ti një njerëz që nuk ka prek dinjitetin, se shpifja lidhet me dinjitetin. Çfarë dinjiteti ka këtu? Ke drejtu po ofendo. Jo, po çfarë dinjiteti ka këtu që ti në arrogancën, po unë kur vajta atje, dhe kur hyn gjykatë dile më thonin kërkon drimë e gjyqtarit se është vegla e familjes, edhe policët që ishin atje. E dinin gjithë. Edhe unë duke marrë me të punë i kam shtuar informacionet, dhe e di mirë. Tani si e merr ti këtë dhe urdhron ti këtë gjyqtarin dhe i thua me dhunë dënoja këtë që ky të quhet i dënuar, siç e the tani ti, të quhet i dënuar që kur të dalim nesër me këtë përballë, se mbasi dhash dëshminë në parlament ndodhen këto, kundër Berishës në 23 nëntor vit 2016, të quhet i dënuar që ky person pastaj të përballet ta quajmë pabesueshëm. Dhe dëshmi, dhe këta ja kundërvun, dëshmi që mos lutë si qeni të me gjiknuari mos ta bëj. Kupton? Dhe kam bërë në kundërshtim me dëshirën të njëjit dhe tjetrit. Pra, kërcen Monika e ka bërë Damjani. Monika guxon dhe më quan mua Vegër Damjani. Kupton? Tani unë kam quajtur Monika për shpifje, do dali. Guxon ka thonë, e ka bërë tha kallëzimi për metër, ky që është paguar në mënyrë permanente, se ditë fjalën permanente.
do ta vërtetoj. Edhe ka përmendur Eron Velin dhe tjetrin. Unë se kam taku kurrë, as kam mend të takoj kurrë Eron Velin. Dhe nëse ka njeri që ka dashur që të mos ngacmohet drejtësia në rastin e tij, kam qenë unë. Kam thonë, jo të dali Erioni, shkoj ke Saliu, por Saliu të shkoj aty ku është Erioni dhe Ilir Meta. Kështu e shoh diskriminimin, se ka 2 janë kur e shef mënyrën e diskriminimit në drejtësi. E dyta, këta e marrin me shaka. Se më kërcet mua se o prisht erezia miliarderve hajdut politikës. Mua më dhimbset jeta që më morën dhe poshtrimin që ne jetojmë të sunduar. Kur jeton me njerëz të cilët nuk i bindën dëshkimit dhe nuk janë si për ligjit, siç janë deri tani, Berisha deri tani e shumërt, jetoni sunduar, jo i qeverisë. Pra momenti që ne e ulim dhe bëjmë ligjin parapar për gjithë, aty fillojmë të qeverisemi. Dhe është shumë e rëndësishme ndarja e pushteteve. Dhe do kemi probleme me Ramën, se pa marrë mirë zgjedhja thotë do ta bëj spakun. Do ta marr spakun. Spaku të marrë të keqen. Ju e quani këtë që ai pozicionon që të unë nuk e di çfarë spaku, çfarë sinjali do të japi. Nëse ai spaku ashtu ne kërkojmë të kemi kontroll dhe transparencë, po qytetare. Nëse sovrani parë është populli, ka të drejtë ky komisioni që do të ngrihet për të kontrolluar spakun? Ai komisioni të zhduket dhe mos afrohet fare ke spaku. Komision pazargjish nuk na duhen fare ne. Ja këto janë qëndrimet e mia, se thon këta është i njanshëm. Kur të mbarojmë punë me Berishën, do merrem me këtë. Se ka ai duhet atje me gjithë me këta që janë në qeveri. Se në 12 vjet s'kan lënë kusur pa bërë. Edhe vjen puna, tregojnë këta, edhe mediat që janë rreth tyre, se po i shohim lista se si janë financuar. Për çfarë janë financuar këto? Reklamat e mëdhaja që po i bën kjo media dhe unë po vi po shoh të ujë dhe po e blej se më tha për shembull Roland Qafoku. Po kush e hak këta më? Këto qindra milion, edhe këto koncerte pa lidhje etj. Ku paratë kujt e bëjnë këta? Zoti Kara, a ke frikë që je vetëm përballë shumë kundërshtarëve? Po pse që kam vetëm unë? Kë ke mbështet? Pse që kam vetëm unë? Kush ju mbështet? Atë po t'ja pi sentencë. Po? Unë kam njerëz patjetër, padyshim. Edhe me që këta, unë që kam vetëm, pse s'vin këta, merë me mu? Po e bëj sfidë. Të vinë të merë me mu. Kur ketë drejtën tate, gjithë botën me pas kundër, mjafton ti mbështetesh Zotit edhe ke për t'ja dalë. Kur nuk jetë në drejtë, gjithë botën me pas pro, mjafton që ke dalë kundër Zotit, s'ke për t'ja dalë. Unë di që jam drejtë. Në drejtën time, familjes time. Në drejtën e popullit tim, të vendit tim, e të besimit. Se ke ndryshuar luk? Je bërë si Genz Gjokutaj. Si Genz Gjokutaj. Veshin, me jelek. Po, kishe për humor, do kem shumë punë të bëjmë aq i bukur se ai. Kam qef të ngjaj. Kam qef të ngjaj që po shiko, është kishe për humor. Po kjo shkon për tani, mendo tani. Jo të kam parë gjithmonë me xhaket. Sot po shikoj prerë të parë me jelek. Ke drejt, tani kështu është kur ra shiu dhe hoqja xhaketën se mu lag. Tani problemi është tu. Mendo tani Berishën në një gjyq ku unë t'jem përfaqësues interesave të vendit, që e kam kallëzuar atë, inshallah shkon çështja në gjyq, të dy me lek. Unë këtej Genci andej dhe shumë bukur, Berisha në mes. Edhe s'ke për ta vesh me xhaketën. Kur? Ti. Po do ta vesh se më shkon. Jo, nuk e për ta vesh xhaketën atë ditë në seancën. Mos ka shku me rraf, unë të shkoj të argumentoj, unë do ta vesh xhaketën. Jemi në fund tjetër? Jo, nëse ke diçka për të shtuar. Jo. Ne jemi në fund të emisionit. Zoti Kara, unë të falenderoj për bisedën. Nuk e di si u ndjeve, si do duke intervistë, se si intervistat e tjera nuk ka qenë mirë. Jo, duhet ta dish ti që unë këtu jam si i shtëpisë. Këtu ka ndryshuar vetëm moderatori. Unë jam i përshtat. Madje të stafit, unë ta thash vetë. Unë jam i përshtat me juve, me Enea kameramanin, edhe me stafin. Më mirë presin, vi me kënaqësi. E di nuk ka vetë. Jo, si u ndjeve në këtë intervistë, nuk ka lidhje. Po bëjmë shaka tani. Po e më kam dhe mirë, mos e kam marrë me shpirt. Zoti Karat, falenderoj. Po mirë, me ne ta vazhdojmë se aty te bloku, ke fletët, kishe fletë bosh, i mbushin dhe vazhdojmë prapë. Ta bëjmë me... Jo, bosh nuk ka këtu. E keme është me shënime, se sigurisht. Jo, me që keme dekalog, përndoj. Pa diskutim, dekalog. Edhe njerë falenderit. Do kemi bashkëbisedim gjatë besoj. Falenderit ju. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni im për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.